Më shumë se 500 persona, shumica e të cilëve i përkasin komunitetit të persekutuar Rohingya, dyshohet se kanë vdekur pasi dy anije që i transportonin ata u përmbysën në brigjet e Myanmarit ditët e fundit, thanë të njëjtën dy agjenci të OKB-s. Një deklaratë e përbashkët nga Agjencia e OKB-s për refugjatët dhe Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, IOM, tha se dy anijet u nisën nga shteti Rakhine i Myanmarit në fund të qershorit. Një varg që mbante rreth 250 persona humbi kontaktin me një herë pas nisjes dhe se varga e dytë që thuhet se mbante rreth 280 persona është fundosur në brigjet e Ajeja Ruadi të Myanmarit më tet korrik. Shumica ishin pasagjerë Rohingya që rrezikonin udhëtime të rrezikshme detare në kërkim të sigurisë, tha Agjencia OKB-s për refugjatët në kompaninë amerikane të mediave sociale X. Të persekutuar në vendlindje nga junta birmaneze dhe grupe të tjera etnike, antarët e komunitetit Rohingya kanë ikur nga Myanmari drejt vendeve të sigurta në Bangladesh, Indonezi si dhe në Myanmar.